dhe belinden pas shpinës cilës ka ngrënë vetë dardha dhe kumbulla të prishura. Edi Rama mashtroi në mënyrën më të paskrupull, mashtroi shqiptarët dhe Europën, sepse sipas tij, Komisioni i Venecias nuk pranon është kundër pezullimit të ministrave. Krahas Komisionit Venecias, ai rrjeshton Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut, e cila siç dihet është gjykata garante e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Le të marrim pak sulmin e paskrupullt, e pa shembullt ndaj gjykatës kushtetuese dhe sistemit europian të drejtësisë, Komisionit Venecias, përsa mund kuptohet kur ky mashtrues shqiptar dhe ndërkombëtar i referohet Komisionit për ato të cilat ai kur nuk i ka thënë. Kur nuk i ka thënë. Edi Rama thot se pezullimi i Ballukut, duke referuar Komisionit Venecias, është jo proporcional. Është një mashtrim fund e krye. Komisioni Venecias kërkon vetëm proporcionalitet në çdo gjë, por Edi Rama harron se proporcionaliteti është një nga parimet bazë dhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Dhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Sepse është parim i Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Antidemokratike. Nuk ka asgjë më demokratike se funksionimi i shtetit ligjor. Nuk ka demokraci pa funksionimin e shtetit ligjor. Dhe ky është një mashtrim që ai u bën shqiptarëve. Një gjykat ka ngritur padi, ka marrë në hetim dhe me pas ka ngritur akuzë padi penale ndaj një ministri për një aferë në të cilën shqiptarët humbën 97 milion euro, por në dokumentat bazë 50 milion euro. Antidemokratike do t'ishte në rast se nuk do guxonin apo do injoronin këtë super skandal të Belinda Ballukut. Antikushtetuese në përmbajtje, në asnjënen, Komisioni i Venecias ka qartësuar se pezullimi nuk shkel, nuk cenon kushtetutshmërinë. Parimi i pezullimit. Pra, parimi i pezullimit. Them dhe njëherë, nuk gjen kur një fjalë të vetme që Venecia të kesh shqipruar për ministër. Jo. Por, pezullimi thot si akt, thot Venecia, nuk shkel, nuk cenon si i tillë kushtetutshmërinë.
nuk cenon kushtëve. Pra, Edi Rama mashtron në mënyrë të pacip, të turpshme. Nuk ka asgjë antikushtetuese. Si pas Komisionit Venecias dhe si pas kushtetutës dhe ligjeve të vendit, akti i pezullimit. Jo. Në nështrimi i ekzekutivit, sigurisht të gjithë jemi ndër ligjit. Këtu qenë ka puna. Pa diskutim që të gjithë jemi ndër ligjin dhe nga lashësia gjerësot të drejtën për gjykue zbatime apo mos zbatime në ligjit, shoqërit ja kanë besuar gjykatave, gjykatësve dhe prokurorëve. Këtu qenë ka problemi. Në nështrimin, nuk jemi mbi ligjin. Këtu Edi Rama dëshmon për mbajtjen e tij psiqike. Qenë ka mbi ligjin. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që ekzekutivi është i aftë, për ekzekutivin nuk ekziston ligji. Vazhdon në kufi nga pozicione ekstremiste të majta. Kërcënim i paprekshmërisë së vullnetit demokratik. Dëgjojeni. Vullneti demokratik e kërcënojnë. Jo ata që mbrojnë ligjin dhe zbatojnë ligjin, por ata që vjedhin pasurit publike duke shkel ligje dhe kushtetut. Kush e kërcënon vullnetin demokratik? E ka fjalën për kërcënimi pa prekshmërisë, po a nuk u largua Koçokogdhima nga parlamenti se kishte marrë fonde me Abisnetin? Pa lexojeni pak çfarë thot Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut? A nuk kishte Koçokogdhima në parlament si përfaqësues i vullnetit demokratik të zgjedhësve? A ka mashtrues me ordiner se këte person që thot këte? Kërcënim i paprekshmërisë së vullnetit, pra nxjerrja për leskash jashtë nga parlamenti dhe grisja mandatit, që nga normale, po pezullimi, duke i lënë mandatin, duke mos e nu mandatin. Kjo qenë ka paprekshmëri e vullnetit, sepse